Që ta dini juve, se domethënë zhbarkjom, nuk është thjesht telefoni. Është alarm. Domethënë është alarmi i diabetit, prandaj është shumë e rëndësishme për mua, duhet ta shikoj. Po, patjetër, ta shikosh. Po nga që pive. Ja, nuk është kjo, se kisha më përpara. Kështu që unë e kam non-stop në kontroll. Mbaj afër alarmin. Kështu që shoh. A, ke në telefon, ke si aplikacion? Po, edhe thot, për shembull tani kam high sugar. Ja, përse domethënë unë jam këtu dhe si jam në vend tjetër ku duhet isha, se nuk luhet me diabetin. E kam marrë insulinën, po e kam marrë. Po si e merr atë insulinën? Me të shpuar. Më thuaj pak për diabetin. E para njerë, kur ka nisur? Kur je ballafaqur me këtë? Atëherë diçka që shumë njerëz edhe unë e pranoj përpara se ta isha ignorante në temë, sepse ka emrin diabet, si ai që njohim të gjithë që është nga ana e ushqimit, që është diabeti 2. Diabeti 1 që kam unë është smundje autoimun, do thotë që pankreasi im ka pushuar se funksionuar, se aty ka shumë stadium, jo si thuhet stati, ka shumë stepe, domethënë që është në fillim, prodhon pak, prodhon shumë, mua më ka mbaruar, domethënë pankreasi im brenda është një organ i vdekur dhe nuk prodhon më insulinë.